Allahu Azza wa Jall i zëvendësoi këto 2 ditë loje, edhe argëtimit me 2 ditë dhikrit, përmendje të Allahut Azza wa Jall dhe falënderimi. Dita e Xhuma është dita në të cilën u përfundu krijimi i gjithësisë. Në këtë ditë Allahu Azza wa Jall e krijoi Adamin alayhis salam. E në këtë ditë e futi në xhenet dhe për në këtë ditë doli prej xhenetit. E në këtë ditë komendohu edhe dita e Kiametit, përfundimi i kësaj bote. Ndërkohë kur zemrën e Ibrahimit e kishte poshtu thellë dashnia për Ismailin, për djalin e tij, Allahu deshti me spërguat profetën nderuar, për të bën nëse kishte me kanë për atyne që japin përparësi dashnisë ndaj Allahut Azza wa Jall, dashni e cila nuk pranon as ortak edhe as konkurrencë. E veshti Allahu subhanahu wa ta'ala që ky kurban, që ky flijim me metra ditë deri në ditën e gjykimit. Thot Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, Allahu i lartësuar ka treguar se flijimi i kurbanit dhe derdhja e gjakut të baktive dhe emrin e Allahut ka qenë i ligjëruar për çdo fe. Shohim se si festat islame gjithmonë vijnë mas përfundimit të adhurimeve. Por edhe vetë këto festa në brendësi të tyre kanë adhurime dhe falënderime ndaj Allahut Azza wa Jall. Jo sepse festat islame, festat fetare, janë bërë për të kujtu Allahun Azza wa Jall, nuk janë bërë për një qëllim. Janë bërë për të kujtu Allahun subhanahu wa ta'ala me madhnu dhe me kërku falje. I lumtur nuk është ai i cili veshet me rroba të bukura, të reja, apo e ka mush barkun e tij. I lumtur është ai që Allahu Azza wa Jall i ka pranuar adhurimet e tija, lutjet e tija. I lumtur është ai që kthehet prej namazit me dhuratin më të madhe, me shpërblimin dhe faljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Muslimani nuk duhet të mashtrohet mas kësaj bote dhe bukurive të saj, se bukuria e vërtet është devotshmëria dhe bindja ndaj Allahut Azza wa Jall. Ashtu siç festat shkojnë edhe vijnë, ikin edhe ditët tona dhe nuk kthehen më. Prandaj le të furnizojna për një udhtim të gjatë, udhtim që asnjëri prej nesh nuk ka me u kthy. Dhe me tubimin e kësaj dite kujtoni tubimin në ditën e madhe kur e dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Bajrami është për ata që i binden Allahut Azza wa Jall me trup e me shpirt, si edhe i friksohen ditës së gjykimit. Hasan al-Basriu thoshte, çdo ditë që ne nuk bëjmë gjunohe është ditë feste. Çdo ditë që besimtari e kalon në bindje ndaj Allahut Azza wa Jall, në përkujtimin dhe përmendjen e tij, ajo është ditë feste. Islami nuk është vetëm me emër dhe me fjalë, po krye detyrimet dhe obligimet ndaj Allahut Azza wa Jall dhe po ju largu caqeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk është besimtar i mirë ai i cili i cënon njerëzit me gjuhën e tij, me dorën e tij. Muslimani nuk i prek në nder musliman, as në gjak, as në pasuni. Nuk i bën pa drejtësi as kujt, sepse pa drejtësia, siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, është errësi në ditën e gjykimit. Të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa ta'ala prej vehteve tona dhe prej punëve tona të këqija. Atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb, dhe të cilin ai e humb nuk ka se kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu është ma i madhi, Allahu është ma i madhi, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se ai. Allahu është ma i madhi e vetëm atij të kon falënderimi. Falënderimi të kon Allahut Azza wa Jall, i cili e lehtësoi rrugën e adhurimit për njerëzit, edhe vendosi për ta një festë që përsëritet sa herë përsëriten edhe adhurimet e tyre. Allahu është ai që me mirësinë e tij caktoi për njerëzit sezone të begata, ku ata të shtojnë veprat e tyre të mira. Në këto sezone është edhe muaji i Dhul-Hijjes, muaji në të cilin besimtarët kryejnë shtyllën e pestë të Islamit, haxhin, dhe sezon ku festojnë Kurban Bayramin. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse emri i tij me të drejtë të lavdërohet dhe të falenderohet. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se ai i vetëm e pashëm, dhe se profeti sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij, njeriu që meriton pozitën më të lartë te Allahu Azza wa Jall. Paqja, bekimi dhe mirësitë e panuar ta qofshin për të familjen, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i pasojnë deri në ditën e gjykimit. Xhamat i nderuar,
Muslimani duhet të falenderoj Allahun Azza wa Jall për këto mirësi dhe për këtyre mirësia është edhe arritja e kësaj dite. Allah subhanahu wa ta'ala në ka thënë në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe në qovë se keni me i nëmru, me u mundu me i nëmru mirësitë Allahut Azza wa Jall, nuk keni me mujt me i nëmru. Luteni Allahun Azza wa Jall që t'ju pranojnë adhurimet edhe lutje në këto ditë të begata, ju falë për çdo mangësi dhe gabim. Sot është ditë feste, dita e Kurban Bayramit, një ditë kur besimtarët gëzojnë e të festojnë së bashku me muslimanët e tjerë. Në këtë ditë madhnohet emri i Allahut Azza wa Jall. Mbledhen muslimanët të cilët i bashkon lidhja e besimit të përbashkët, edhe pse vendet, gjuhët edhe racat e tyre mund të jenë të ndryshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë i gjeti njerëzit duke festuar dy ditë, në të cilat lunin edhe gëzoshin, ndërkohë që ai tha: Allahu jo ka zemëncu këto ditë me dy ditë më të mira, Bajrami i Ramazanit dhe Bajrami i Kurbanit. Allahu Azza wa Jall i zëvendësoi këto dy ditë loje edhe argëtimit me dy ditë dhikrit, përmendje të Allahut Azza wa Jall dhe falënderimi, me dy ditë faljeje dhe mëshire. Dhe në këtë botë besimtari i Allahut Azza wa Jall ka 3 festa. Edhe secila prej këtyre festave vjen pas plotësimit të një prej adhurimeve të mëdha në Islam. E para është një festë që përsëritet çdo javë. Festë që vjen çdo të xumë dhe vjen pas një jave me adhurim dhe me namaz. Allahu i ka bërë detyrim muslimanit me i falë 5 vakte në ditë, 5 kohë namazi. Pasi besimtarit kanë plotësuar këto namaze gjatë javës, vjen dita e xumës, si festa e javës. Pikërisht këtë ditë është saktuar një namaz i rëndësishëm të cilin muslimanët vlidhen për ta falë. Kur ky namaz falet, falënderohet Allahu Azza wa Jall edhe mallnohet me hyrje. Pasi aty japen këshilla edhe udhëzime. Dita e xumës është dita në të cilën u përfundon krijimi i gjithësisë. Në këtë ditë Allahu Azza wa Jall e krijoi Adamin alayhis salam. Në këtë ditë e futi në xhenet dhe për në këtë ditë doli prej xhenetit. Në këtë ditë komendohu edhe dita e Kiametit, përfundimi i kësaj bote. Ndërsa Fitr Bajrami vjen pas agjërimit të muajit të Ramazanit, agjërimi është shtylla e 4 e Islamit. Pasi muajit të agjërimit, muslimanët i kërkojnë Allahut që me i falë dhe me i liru nga zjarri i xhenemit. Edhe nëpërmjet këtij agjërimi Allahu ja fal gjunahet që kanë bërë dhe ju ligjëron një ditë feste në të cilën grumbullohen dhe falenderojnë Allahun Azza wa Jall, me përmend për gjithçka që ju ka dhënë, në veçanti për dhuratën e këtij muaji të veçantë, muajit të Ramazanit. Ndërsa Kurban Bayrami është dita e sotme. Rrajt e tij i gjanë thellë në kohën e profetit Ibrahim alayhis salam. Ndërkohë kur zemrën e Ibrahimit e kishte pushtuar thellë dashnia për Ismailin, për djalin e tij, Allahu deshti me spërvuar profetën nderuar, për të pa nëse kishte me kanë për atyre që japin përparësi dashnisë ndaj Allahut Azza wa Jall, dashni e cila nuk pranon as ortak edhe as konkurrencë. E për këtë arsye e urdhëroi në ëndër që me e bë kurban, me e fliu djalin e vet. Ibrahimi i thotë Ismailit alayhis salam: "O djali jam, më kanë thënë ëndër se duhet me të bë kurban. E çfarë mendon ti?" Ndërkohë që Ismaili u ashtu i përgjigje duke qenë i kënaqur me caktimin e Allahut, i thëtë: "O baba jam, vepro ashtu siç je urdhënu, ndoshta Allahu unë kam për të qenë i durum." E të dy ju nënshtruan urdhit të Allahut Azza wa Jall. Pasi Ibrahim e vuri Ismailin për tokë, ardhi ndihma dhe zgjidhje prej të gjithëmshirshmit prej Allahut, ku thot: "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya." Pasi ju nënshtruan që të dy urdhë, thot Allahu, Ibrahim e vuri Ismailin me ballë për tokë dhe na e thirrëm: "O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën." Dhe të dy siguruan shpërblimin dhe mirësinë e Allahut Azza wa Jall, fituan nderimin dhe afrimin e grada të larta tek ai. Thot Allahu Azza wa Jall: "Kadhalika najzi al-muhsinin, inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim." Vërtet ne kështu i shpërblejmë punë mirët, jo me të vërtetë ka qenë një provë e qartë dhe ne e zëvendësuam atë me një kurban të madh. E veshti Allahu subhanahu wa ta'ala që ky kurban, që ky flijim me metra ditë deri në ditën e gjykimit, përmes të cilit njerëzit afroheshin tek Allahu Azza wa Jall dhe arrinin shpërblimet dhe mirësinë e tij
thot Allahu Azza wa Jall: "Wa tarakna alayhi fil akhirin, salamun ala Ibrahim." Dhe na i lam atij Ibrahimit kujtim të mirë në brezat e madhvonshëm e paqja qoftë me Ibrahim. Kurbani si adhurim është ligjëruar me librin e Allahut Azza wa Jall, sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu me konsensusin e dietarëve. Në lidhje me vlerat e kurbanit kanë ardhur argumentet e shumta, të cilat i ftojnë njerëzit me e kry këtë adhurim. Bile Allahu Azza wa Jall këtë adhurim e ka bërë ligjëruar edhe për popujt para nesh. Thot Ibn Kathiri, Allahu e beshiroft, Allahu i lartësuar ka treguar se flijimi i kurbaneve dhe derdhja e gjakut të baktive me emrin e Allahut ka qenë i ligjëruar për çdo fe. Arsyet që mishi i kurbanit të ndahet një pjesë me majt për veti, një pjesë me adhuruar të afërm dhe miqve dhe një pjesë me dhënë sadakat e varfërve. Koha e kurbanit fillon mas namazit të Bajramit dhe vazhdon deri në përfundimin e ditës së 4 të Bajramit para perëndimit të diellit. Më e mirë është me u thirrë në ditën e parë, por se lejohet që u thirrë edhe në ditët e tjera. Mesazhi i Kurban Bajramit nuk ka lidhje vetëm me veprimet tona të jashtme. Ai na mëson rëndësinë e besimit dhe përkushtimit të thellë ndaj Allahut Azza wa Jall. Ibrahimi ishte gati me ofru gjallë më shtrejt që kishte, djalin e vet për Allahun Azza wa Jall, dhe për ne po ashtu duhet me kënë gati me sakrifiku për Allahun Azza wa Jall. Për sunetit e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë është që me u pastru, me u parfumos dhe me vesh njeriu rrobat më të mira, me dalë herët për namaz duke pa tekbire, dhe është për sunetit e profetit alayhis salam që mos me hamër gjatë tjetër para se me hamër për mishit të kurbanit, nëse është e mujtur. Po ashtu, një prej gjërat që Allahu na ka urdhëruar në këtë ditë është namazi i Bajramit, të cilën na sapo e falme. Argument për këtë arsye është libri i Allahut Azza wa Jall, suneti i profetit alayhis salam dhe konsensusi i dietarëve musliman. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar muslimanët me dalë deri atë gradë që kanë arsye të veta specifike për mos u fal, i ka thirrë për me ardhë, me prezantu, me përfitu për mirësive të kësaj dite. Festa Kurban Bajramit është ligjëruar nga Allahu me kënë gjatë haxhit, sepse në këtë kohë haxhilërët vazhdojnë dhe kryejnë ritualet e haxhit, e cila është shtylla e pesë e Islamit. Pra shohim se si festat islame gjithmonë vijnë mas përfundimit të adhurimeve, por edhe vetë këto festa në brendësinë të tyre kanë adhurime dhe falënderime ndaj Allahut Azza wa Jall. Kjo sepse festat islame, festat fetare, janë bërë për ta kujtuar Allahun Azza wa Jall, nuk janë bërë pa një qëllim. Janë bërë për ta përkujtuar Allahun subhanahu wa ta'ala, me madhnu dhe me kërku falje atij. I lumtur nuk është ai i cili veshet me rroba të bukura, të reja, apo e ka mush barkun e tij. I lumtur është ai që Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar dhurimet e tij, lutjet e tij. I lumtur është ai që kthehet prej namazit me dhuratën më të madhe, me shpërblimin dhe faljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Na duhet ta dinë se asgjë nuk i bën dobi njeriu në botën tjetër vetëm se vepra e tij, siç thot Allahu Azza wa Jall: "Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në hadith ku nuk ka me bë dobi as pasunia as fëmia, vetëm se ai i cili i shkon Allahut Azza wa Jall i paraqitet me zemër të pastër, me zemër të pastër dhe me adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall. I zemra e pastër përkthehet me adhurime kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Muslimani nuk duhet të mashtrohet mas kësaj bote dhe bukurive të saj, se bukuria e vërtet është devotshmëria dhe bindja ndaj Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Ya bani Adama qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair." O bitë Adamit, ne ju dërguam rroba që të mbuloni vendet e turshme, si dhe për zbukurim, përse petë për rroba e devotshmërisë është më e mira. Kini frikë Allahut dhe ndjeni madhështinë e kësaj dite dhe meditoni pse a bëhet këtë ditë. Ashtu siç festat shkojnë edhe vinë, ikin edhe ditët tona dhe nuk kthehen më. Prandaj le të furnizojmë për një udhtim të gjatë, udhtim që asnjëri prej nesh nuk ka me u kthy. Dhe me tubimin e kësaj dite kujtoni tubimin në ditën e madhe kur i dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla, Zoti të botës. Ati që e krijoi njeriu nga balta, përsosi fazat e krijimit të njeriu, i dhuroi atij dëgjimin e shikimin. I madhnuar është Allahu Azza wa Jalla, krijuesi më i përsosur. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër vetëm se Ai, dhe se profeti sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i Tij. Xhamati i nderuar, Bajrami është për ata që i bindën Allahut Azza wa Jalla me trup e me shpirt, si edhe i friksohen ditës së gjykimit. Festa e Bajramit nuk e ka rëndësinë me hëngrë dhe me pi, apo me vesh ato rrobat e bukura, kurse kjo festë ka rëndësinë tek falja e Allahut Azza wa Jalla. E ka rëndësinë tek shpëtimi nga zjarri i xhenemit dhe tek fitimi i xhenetit të Allahut Azza wa Jalla. Ai i cili i fiton këto është më të vërtet i lumtur. Përndryshe çfarë lumturia është edhe që ndjejnë njerëzit. Hasan al-Basriu thoshte, çdo ditë që ne nuk bëjmë gjinohe është ditë feste. Çdo ditë që besimtari e kalon në bindje ndaj Allahut Azza wa Jall, në përkujtimin dhe përmendjen e Tij, ajo është ditë feste. Xhamat i nderuar, keni frikë Allahut Azza wa Jall. Falenderojeni atë për mirësinë e Islamit, sepse Allahu Azza wa Jall na ka dhënë ne këtë fetë e bukur, na ka dhuruar ne këtë fetë e bukur. Është dhuratë prej Allahut Azza wa Jall, jo se kena merituar. Ai na bani ne popullin më të mirë për njerëzimin, prandaj le të kryejmë detyrimet që kërkon kjo pozitë. Le të largohen çdo gjë që e dëmton këtë pozitë dhe të bëhen atë aftë për ta merituar të dhënë në mesin e njerëzve. Mos kërkoni fetë tjetër përveç Islamit, siç thot Allahu Azza wa Jall: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit nuk ka për t'ju pranuar dhe në botën tjetër ka me kanë i humbur. Xhamat i nderuar, dini se Islami nuk është vetëm me emër dhe me fjalë, po krye detyrimet dhe obligimet ndaj Allahut Azza wa Jall dhe po ju largu çaqeve të Allahut subhanahu wa taala. Islami ka shtylla, kushte si dhe gjëra të pëlqyeshme. Ai përfshin adhurimin e krijuesit të vetëm e të pashok, si dhe pamirësinë ndaj krijesave. Besimtar i vërtet është ai i cili kryen detyrimet ndaj Zotit të vet, i largohet ndalesave, pasi ka dëshmuar se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jalla, se Muhamedi alayhi salam është robi dhe i dërguar i Tij. Muslimani duhet me fal namazin, me dhënë zakatin, me agjëru Ramazanin dhe me shku në haxh nëse ka mundësi, me urdhnu për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Nuk është besimtar i mirë ai i cili i cënon njerëzit me gjuhën e tij, me dorën e tij. Muslimani nuk i prek në nder musliman, as në gjak, as në pasuni. Nuk i bën pa drejtësi askujt, sepse pa drejtësia, siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, është terrosim në ditën e gjykimit. Keni frikë Allahut dhe dijeni se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut Azza wa Jall, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpiket në fe. Ruajini bashkësinë e muslimanëve me xhamatin, sepse dora e Allahut Azza wa Jall është me xhamatin, ai që veçohet për në zjarr. Në përfundim Allahu Azza wa Jalla ka dhënë salavat mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ju uroj përsëri gëzuar e përshëndetje. Kurban Bajramin, Allahu ja pas pranon veprat e mira që keni bë, ju nxjerr faqebardh e me gjinohet e faluna. Me të vërtetë është falës i madh e bujar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.